Fiton dhe barë që s'pas ka dhënë votën ti më burë, ti unë bastin që ka dhënë edhe votën, e kuptoj? Një sekond, ma Unë bas tu më që do marrë mandat Luli. Ai ka votuar kundër basit vetë, i bën derë. I bën derë, I bën derë, nëse ka votuar kundër basit vetë, bravo i qoftë. Ndjen kam shahitja. Pra kjo është çështja është që a do mbyllesh Nuk ka faj Ilazaj, se e lam shumë gjatë të. e mirë mbylla, dakor. Bëje pyetjen ti se kam unë një pyetje për Jo, prit një minutë tani, një sekond, do bëjmë një pyetje, një sekond. Po pyetje the do bëj. E para një herë të sqarohemi. Që? Si në çdo krim tjetër, shpesh herë banditët dhe kriminalët kapen sepse ato para që vjedhin i shpenzojnë shumë shpejt dhe i bin sy drejtësisë. Kështu është dhe kjo puna e votave. Ajo thellësia e mandateve që në Shqipëri me 40.000 vota më pak merr 10 mandate më shumë, domethënë 20.000 votat e Sara Milës janë një provë për abuzimin e zgjedhjeve. So unë nuk mendoj që ka ndonjë njeri që të paktën di ABC-n e politikës që beson realisht që u frymëzua populli i Elbasanit nga fjalimet e jashtëzakonshme të Sara Milës. Po si ta vërtetojmë këtë mos, dakord? Do vërtetohen të gjitha siç i kemi vërtetuar të gjitha, qoftë për çyrbet e të gjithë tjerët me radhë, që na thoshit jo s'është e vërtetë. Tani, e dyta, në të gjithë diskursin, me gjithë mirë kuptimin për zotin Iliaza dhe çdo tjetër, duhet të ndajmë një gjë. Janë apo jo të vjedhura këto zgjedhje. Këtu fillon analiza. Në qoftë se unë po diskutoj me njerëz që mendojnë që këto zgjedhje janë korrekte. Ilazaj, si thuat, janë vjedhur apo jo? Po nuk vidhen 300.000 vota, tani këtë po thotë Ilazaj. Diferenca 300.000 vota. Shumë e madhe diferenca A mundet të videsh nga 25.000 vota në çdo qark. A mundet të flasim? A mundet të flasim? Po mirë, më që pyete. A mundet të flas? A mundet të flas? Në të gjithë këtë harkohor që ne po diskutojmë, tu dëgjohet çështja për opozitën, se ishin problem listat. Ne mendojmë që nuk është problem lista, sepse edhe nëse do e vini përballë zotin Berisha me këtë doni ju, ajo tezë ju bjen poshtë me 2023-shin. Sepse në 2023-shin ju keni pasur Erion Veliajn Llumin e Llumit me Belin Këlliçin 1-3. Që ju dhe si doli rezultati, sepse nuk ka zgjedhje, është sistemi. 60.000 vota para doli Velia. Është sistemi, po pra, është sistemi ngritur. Kurse ju ngrini temën se qenë ka ose listat, ose Sali Berisha, ose kodi, ose kjo, mjafton mos thuhet që ka fal Hajduti. Po pse duhet gjejmë si ta themi shqip? Nuk blien 300.000 vota o zotri. Po blien pra blien, se blien, m'fal, ta shpjegoj si blien. Kur shteti vendos që 2 ditë para zgjedhjeve të fali 10.000 gjobat e 10 viteve, është ndërhyrje. Kjo është inxhinieri elektorale, nuk është Zotri, je i pa informuar. Nga ana ligjore kjo ishte në rregull, Klevis, por në aspektin moral nuk ishte në rregull. Fal, je pa informuar. Jo kam reaguar dhe unë atëherë. Jo, pa informuar. Tani, në aspektin ligjor ishte. Tani, jo, çfarë aspekti vëm terma të nuk ekziston me asnjë vend të botës të justifikosh nuk këto, është çmenduri. Se justifikosh. Është çmenduri, është Unë di shumë që bëhet për arsye elektorale. Ti të falësh me paratë e buxhetit shtetit. Po sepse ishte një vendim që kishte marrë qeveria në dhjetorin e vitit 2024, që merrte parlamentin të plotësonte dispozitat. Të lutem. Ligji i parlamentit që ka votuar Partia Demokratike. Po pra po, e di pra. Fakti që PS-ja e lata bënte këtë 2 ditë para zgjedhjeve është shumë e qartë që ka efekt elektoral. Këtë nuk e mojmë dot. Në aspektin moral, Jo, ishte ti futemi kësaj se kjo ka kaluar. Ta mbaroj pak unë se u ngrit pyetja këtu që si merren 300.000 vota. Meren kur ti u shpërndan 750.000 pensionistëve 100 euro 2 ditë para zgjedhjeve. Merret kur 6 qarqe kryesore të vendit janë totalisht jo sipas nesh, po sipas raporteve ndërkombëtare, komplet dhe totalisht në çdo rrugicë të tyre në kontroll total të bandave, të cilat marrin tendera nëpërmjet kompanijave. Përfundoje që shkojtë Bledi. Të lutem, më le ta mbaroj. Përfundoje se nuk i vini pikën edhe Bledi po më shikon. Banda të cilat marrin nëpërmjet bizneseve të familjarëve tyre. Klevis, kanë vetëm një marrin tendera tek qeveria. Dhe janë po këta që kërkojnë që kjo qeveri që jep tender familjarëve të bëhet. Klevis, vetëm një fjali. Në Tiranë, në qytetin Tiranë, qytetin Parethina, e cila është zona më e urbanizuar, e cila nuk po them që ka njerëz ku partitë e reja për herë të parë morën dikute sa morën bashkë. Pra ka elektorat i cili nuk është se është, po themi si zonat e tjera periferike të Shqipërisë. Dhe Partia Socialiste
ka marrë 51% të votave. 1 në 2 Tirana s'ka votuar Partinë Socialiste. Qa diskutoj më, o Klevis? Në Tiranë, në zonën më të urbanizuar të Shqipërisë. Qa i kanë vjedhur në Tiranë vota? Në qytet, po them, s'po vete në